Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e cila Ksha thot dikush që vjen spital thotë i poshtë 3000 e financave nuk e don as partia e vet. Në na qëndin komaran ajo punë e mova. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të dhe që nga primera Përshëndetje miq të gazetës Infokus dhe televizionit Dugajini. Edhe këtë javë, por rikthehemi me një deputete të Kuvendit të Republikës të Kosovës, kuvendit që akoma nuk është konstituu e për të 30 herë dështoj. Kom kënaqësinë me pas mysafire këtë javë Jeta Statosi, deputetën e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje nga Lista Guxha. Partia Guxha. Partia Guxha. Sakt. Mirë se erdhe Jeta. Mirë se i gjeta shkëlqen, është gjithmonë kënaqësi. Deputete edhe për një mandat, po që nuk po konstituohet kuvendi. Jemi në një blokad, shumica e deputetëve po njihen pak si me marrë, pak si me një keqardhje. Po shkëlqen nuk Që besoj funihesh që personalisht me- asnjëri prej neve i hyn në një gare të tillë, një fushate të tillë, e cila në një proces zgjedhor të rregullt, pra ishte ende më e gjatë, padyshim që edhe sfiduese e me takime të vazhdueshme me qytetarë për të marrë edhe inputet e tyre edhe për të dhënë vizionin tënd, në një idenë që të ndodhesh në një situatë ku të krijohet një blokadë institucionale, ku krijohet pamundësia për krijimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Unë besoj që si parti politike, po dhe si deputet, jemi aty për të shërbyer institucionet të Republikës Kosovës edhe interesit të Kosovës. Ky pra është qëllimi pse ekzistojnë këta trupat dhe mekanizma politik, raport me interesin më të madh qytetar dhe shtetënor ndaj vendit. Kështu që vullneti primar dhe qëllimi dhe iniciativa primare personale ime, mirëpo dhe më e gjerë grupore, padyshim që është konstituimi i institucioneve të Republikës Kosovës dhe marrja e përgjegjësive karshi proceseve që na presin qofshin ato brenda kuvendit. Kjo nuk retorika, këto Nuk po fjalë ndodh të mira, klasmen, sepse kjo institucione. ka kaluar në një strategji politike opozitare. Ne nuk jemi as në fazën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Ne vazhdimisht, çdo 48 orë që shkojmë, kemi të bëjmë me procesin e votimit për një komision raport me procesin e votimit të fshehtë. Që kjo dul pak si një shpikje kështu, masi e pa që nuk po gjinde numrat për Nuk e Albulin kisha Agjiun, quajt po. shpikje, sepse këto e ofron vetë baza ligjore. Është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, Në disa është seanca u rregulloria. provu me Albulin Agjiun. Mandej Këto janë kalun dy këto me dal. opsione të cilat i ofron baza ligjore që mund të kalohet përmes votës së hapur dhe opsioni i saj, kundër opsioni i saj, pra përmes votës së fshehtë. Por këto janë dy opsione, dy alternativa që i ofrohen kryesuesit të seancës për t'i vënë në dispozicion karshi procedurave të cilat ai aplikon. Unë Pra menoj- këto kemi kaluar pas një periudhe kur është provuar disa herë radhazi përmes votës së hapur, kur është konsumuar si procedurë që disa herë radhazi dhe nuk ka prodhuar rezultatin e dëshirueshëm, atëherë është provuar dhe alternativa e saj të cilat e mundson baza ligjore që është përmes votës së fshehtë. Nëse është filluni ka hyrë në proces, Po ka edhe hyrë në proces ka fillu si dhe ka procedurë me votim përmbyll. të hapur. Jo, sepse A është ka rrëzu përmes votimit. opsion tjetër, a vetëm kjo është jeta Po, që është Ne kemi hyrë në një proces të votës së hapur dhe ajo vazhdimisht është rrëzu përmes votës. po, Si kundër alternative saj, të cilën e mundson baza ligjore, e kemi provuar edhe procedurën përmes votës së fshehtë. Aktualisht nuk participohet fare me vot nga ana e deputetëve të tjerë jashtë grupit tonë parlamentar. Ne asnjëherë nuk kemi bërë thirrje që vota të jetë për. Ne kemi dalë edhe me deklarata që të paktën të jepet një verdikt këtij procesi, të Po, a votohet qoftë ekziston përmes edhe, votës kundër ose qoftë përmes abstenimit, sepse në pamundësi të korumit, kjo është një situatë që pa pas 61 vota, as nuk mund të ecë së tutje e as nuk mund të kthesh në procedurën paraprake. Në qoftë se mbledhen grupe tjera parlamentare dhe të gjithë së bashku votojnë kundër, ne kthehemi përsëri tek vota e hapur. Ose në qoftë se votojnë për, atëherë hymë në procedurën e votës përmes votës së fshehtë.
Mirë, po ne duhet të dalemi disi nga kjo situatë. Procedura krejtësisht teknike. Dalim Po vetëm nga procedura. pse po e shmong ato që është bazë, është arti i politikës, që është kompromiset, marrëveshjet për me Shkëlzen, këto të gjitha janë justifikime. Na e kena pa që nuk në janë marrë ditën e parë. 51% të votave, edhe nuk po moni tash me kriju, me pas numrin e mjaftueshëm për me zgjedh, edhe keni vendos me shku me një blokadë tillë. Blokada nuk është e jona. Me kanë si opsion. Blokada, Shkëlzen, do të kishte qenë nëse ne nuk do të kishim prezantuar emër, të cilat unë e kujtoj në shumë studio, edhe është diskutuar që potencialisht nuk kanë me propozu emër. Ne kemi propozu që në seancën e parë. Po blokada dhe strategjia blokuse ka fillu nga grupe tjera që në ditën e parë. Te kujtam për fillimisht kur ka qenë ajo çështja e kontestimit të procesit të verifikimit të mandateve. Partit tjera po ju thonë zgjedhje kandidojeni bërën jamën tjetër. Po, veç të përfundoj këtë argument. Edhe votat. Pra si në çështjen e verifikimit të mandateve ka pas blokad, si në çështjen e propozimit të emrave, si në çështjen tash të procedurës së votës së fshehtë ku nuk jepet verdikt fare. Mirë po një ditë, pra e tha dhe vetë ish shefi i grupit parlamentar të PDK-s, ku tha ende më e rëndë se sa blokada institucionale do të ishte qeveria Kurti 3. Kështu të gjitha këto, pra janë strategji politike, strategji politike në raport me mos konstituimin e kuvendit. Sepse po të kishim konstituimin e kuvendit, ne dim që rrjedhin afatet e 15 ditëshit. Pse nuk po kandidoni emën tjetër përveç Albulin Agji? Po nuk kemi as të emri. Pra nuk kemi as të emri. Po nuk kemi as të emri, po tregoj. Kjo është një fazë. Ose me prit një procedurë të mbyllur, kur ata votojnë bërë një kandidat tjetër edhe na votojnë. Po ti nuk mundesh as me dalë për kësaj situate, pa pas një proces të votimit. Sepse këtu duhet ose votojnë ata 2 ose 3 emra. Po nuk kemi të fol as për emra, nuk kemi të fol as për emra. Ne jemi në fazë procedurale, të cilat po thonë që ne jemi drejtuar gjykatës kushtetuese. Po pse ki nevojë të kapte një procedurë kur e ki opsionin në procedurë. Edhe e kandidoni në procedurë. Ti s'mundesh as me kandidu, sepse i hi në procedurën e votës së fshehtë. Jo, se hi. Jo, e ti ne kemi dorëzuar emrat, propozimet tona për përbërje. Ti të vyn verdikt përmes votës, jo të vyn verdikt përmes votës, ose me procedu për, ose me kthy mbrapa. Gabim je. Jo po provoni me hyrjen në një procedurë tjetër. Verdikt. Çush me kjo? Procedura ka filluar me procedurë të hapur. Pa ju jep, jo procedura është përmbyll përmes votës së hapur. Ajo është provu, s'di sa herë radhase. E kemi dërgu procedurën, kandidaturën, edhe përmes votës kundër është rrëzu. Është provu përmes procedurës së votës së fshehtë, ku ne kemi thënë, ok, të formohet një komision e cili bën çështjen e mbikëqyrjes së këtij procesi dhe nuk kanë propozuar emra të gjitha grupet e tjera dhe as nuk marrin pjesë me votë. Ne asnjëherë nuk kemi thënë që votoni për. Të paktën votoni kundër, që ose të kthehemi te procedura paraprake ose të testojmë edhe këtë si proces. Pra nuk kemi as në fazën ku është diskutim çështja e emrit. Një grup parlamentar, kemi pa që së bashku me deputet nga 2 subjekte tjera, ju e ndrejtu edhe gjykatës kushtetuese për një interpretim. Ne kemi vlerësuar që kjo punë konforme dhe bazës ligjore nuk është që dën interpretim nga ana e gjykatës kushtetuese, mirë po, prapë janë drejtuar dhe ne jemi në pritje të çfarë komenti ose interpretimi do të mund të jepë gjykata kushtetuese. Personalisht beson që gjykata kushtetuese do të jep drejt grupit të juaj që unë besoj që është e qartë sepse janë 2 alternativa, 2 metodologji, 2 forma që jepen në dispozicion kryesuesit të seancës. Beson që mundet me dalë me një vendim gjykata kushtetuese që i obligon deputet? Ne faktikisht edhe këtë që ka ndodhur aktualisht në seancat konstituive e konsiderojmë në një farë formë shkelje kushtetuese, sepse sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese në të kaluarën, është vlerësuar që në seancën konstituive deputetët duhen të marrin pjesë me votim, pra duhet të ketë votë. Ne vazhdimisht që hymë aty, ne kemi mungesën e korumit të mjaftueshëm për të vazhduar me procedurë ose për dalë nga situata.
Një grup i është drejtuar gjykatës kushtetuese, ne besojmë që është e qartë në aspektin ligjor cilat janë metodat, nuk e dim ende atë do ta merr për trajtim gjykata kushtetuese, mirë po prap jemi shumë të interesuar për të marrë pra interpretimin të konventit të gjykatës kushtetuese, të cilat besoj që në një formë ose tjetër ndoshta mund të japin më shumë qartësi situatës. Personalisht, në mendim, çto janë taktika politike? Po dihet, po shihet, edhe nuk janë diçka, si themi, shkelje kushtetuese ligjore. Po taktizojnë partitë politike, ndoshta edhe me ato që mund shkohet prapë në zgjedhje dhe mund gjetë një fajtor. Personalisht, a mendon që për disa teket një individi ose lideri, ose një emër i të përveçëm, është imazh i mirë për Kosovën, me i po qëto blokada, edhe mos mu gjetë zgjidhje për te qëtyne interesa personale ose grupe politike, edhe me metë kuvendi për të disa të nuk ka të bëj asgjë me teke. Nëse janë teke të grupeve tjera politike, janë se prapë kthehemi të cilët njëri thot në qoftë se s'ka qenë në qeveri, tjetri thot asnjërin për juve, tjetri thot 2-3 gra tjera. Propozojë një emër tjetër dhe hajde e kalojna këtë ngërsh politike dhe vazhdojmë me krijimin e institucioneve. Këto janë të drejta kushtetuese të cilat i takojnë të parit. Kuvendin ne e bëjmë së bashku. Kuvendin ne e bëjmë së bashku, kurse qeverinë e bëjnë vetë. Pozicionet në kuvend ndahen atëherë sipas fuqisë të cilat e kanë subjektet politike. Çfarë fuqi që ju nuk e keni me zgjedhje kryetarin? Mirë, po ne mundemi me qenë po ashtu bllokues ndaj të tjerëve. Po nuk është vullneti jonë. Ne po thojmë duhet me respektu subjektivitetin e secilës parti politike dhe funksioneve të cilat ja ka dhënë Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Partisë më të madhe partive tjera, po është kanë për kandidatët e tyre. Vullneti dhe subjektivitetin e tyre. Propozim të tjuj. Jo. Unë në qoftë se jam si partia më e madhe edhe më takon kryeparlamentari, unë e propozoj kryeparlamentarin. Partisë së dytë dhe të tretë i takojnë nënkryetarët, i propozojnë nënkretarët e vetë. Dhe besoj që duhet respektu subjektiviteti i cilës do parti në kuadër të asaj se ç'kën e vlerëson që është përfaqësuesi më i mirë politik për atë funksion të cilën delegohet. A është dashme pas partia, pra për të veti kështu mendim personal, ose për du bindje, ose nuk për du qëndrimet të partisë. Personalisht, a është dashme pas një, si me thonë, ose një kompromis, ose një zgjidhje, për me u të kalu kjo, dhe mos me ngell unë besoj që duhet me respektu vullnetin qytetar dhe rezultatin zgjedhor. Rezultati zgjedhor dhe vullneti qytetar ja ka jep mandatin e të parit njënës parti me 43%. Ja ka jep partisë. Partia e ka zgjedh personin i cili si grua gëzon legitimitetin më të lartë qytetar. Si grua. Të subjektit juj. Të subjektit tonë, sepse propozimi është joni. Legitimitetin qytetar të pjesës tjetër të partive tjera. Po ata i delegojnë të tyrët. Ne e delegojmë tonin për atë funksion dhe pozitë të cilën e parashek Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ne nuk po ndërhyjmë në emrat që mund t'i propozoj PDK-ja dhe LDK-ja. Ne po flasim vetëm për kandidatin ton, bazuar në 2 parime kryesore. Është vlerësuar që kemi pasur një burr paraprakisht pra kryetar të kuvendit, për me pas edhe parimin gjithëpërfshirës është menduar që të vazhdohet pra me një grua dhe gruaja me votat më të larta dhe numri më të lartë të votave dhe legitimiteti më të lartë. Se jo shqipe Selimi edhe me kalukja. Edhe Shqipja edhe Saranda, unë besoj që i kam bërë të qarta deklaratat e tyre. Unë kam shumë respekt për të dyjat dhe besoj që edhe në aspektin edhe personal dhe profesional, pra kam respektin maksimal. Mirë po dhe ato e kam bërë të qartë që nuk përkon as me vullnetin e tyre individual dhe as me ambicjet e tyre individuale. Kanë vlerësuar si një farë ndërhyrje, po edhe ato e gëzojnë vullnetin, sipas deklaratave që i kanë bërë edhe me shkrim në opinion, që kandidati i grupit ton parlamentar duhet të jetë gruaja e cila gëzon legitimitetin më të lartë qytetar dhe këtë mbështetur me votë. Ky është respektim ndaj procesit zgjedhor edhe i vullnetit qytetar. Dhe besoj që këtu ka të bëjë edhe me parimin që ne po e ecim. Po mundoni me proklamu thuçi qytetarët e Republikës së Kosovës. E kanë votuar Albulena Haxhiun,
kryetarët kuvendit, se kanë votuar për kryetarët kuvendit, jo. Po është gruaja më e votuar dhe këtë kemi të bëjmë me pozitën Mbrana e dytë subjektit me juaj, apo? Pa dyshim se ne nuk do të ndërhyjmë tek subjekte tjera. Por As nuk mund ta matësh ashtu. Në kuvend sepse nuk kandidon i njëjti njeri në 3-4 parti. Po, por në kuvend ka një pjesë tjetër deputetëve që pjesa tjetër e deputetëve e një grupi tjetër të andaj le të dorëzojnë emrin e të propozuarit të tyre, të cilët besojnë se i përfaqëson interesat e tyre më mirë. Kështu që kemi të bëjmë pikërisht me atë që ka thash në fillim, me respektimin e subjektivitetit dhe gjykimit që ka një parti politike karshi emri që ka. Dhe besoj që nuk është as pak e denjë që të ndërhyjnë në emrat të cilët ne vlerësojmë që janë më të përshtatshëm për funksionin në fjalë, gjithashtu dhe në anën tjetër. Sepse nëse ne arrim t'i bëjmë 6 numra, cila do të ishte rezultati njësoj edhe ne fillojmë me emra të përveçshëm, se kush mendojmë që do të ishte idenë për pozitën e nënkryetarit nga LDK e PDK. Mirë, por kjo duhet të respektohet subjektivitetit. Fatmir Limajt. Limaj e tha në një intervistë tash të fundmi që ka pas dakordancin, marrë vesh me Albin Kurtin që tjetë kandidat të propozohet për kryetar të kuvendit. Ndërkaq në intervistën në RTK tha që nuk mojone me bë për shkak se kam 6 deputet të partisë Guxo dhe nuk është shumë e drejtë me Ne, në momentin e daljes haptaze nga zotri Limaj me deklaratën që gëzon vullnetin dhe gatishmërinë karshi konstituimit të institucioneve, pra kemi qenë të njoftuar për takimin të cilën është mbajtur edhe me kryeministrin Kurti, mirë po duhet thënë që ky vullnet dhe gatishmëri nga nisma e ka pas edhe një parakusht. Edhe parakushti pra ka qenë pozita e kryeparlamentarit. Kjo si temë dhe diskutim që është zhvilluar në mes të dy krerëve të partive, pra është transmetuar dhe tek pjesa tjetër e grupit dhe deputetëve, e cila nuk mund të them që në tërësinë e saj ka pasur pajtueshmëri. Pra sepse është vlerësuar nga deputet të taburreve të ndryshme politike, pra qoftë nga vetvendosja, qoftë nga ne dhe nga alternativa, që fillimisht pra ka qenë mbledhja e parë, nuk ka qenë një prej momenteve ku ne detyrimisht duhet të përcaktohemi në një emër, edhe në anën tjetër është vlerësuar që një parti politike me 3 deputet nuk e justifikon peshën e saj politike për pozitën e dytë në vend. A mund thuhet që ka qenë vullneti Albin Kurtit? Është ndarë si informat. Është ndarë si informat, tash nuk muj me ditë, domethënë deri në cilën pikë ka qenë gatishmëria e tij individuale. Konkretisht pyetje, a e keni kundërshtuar ju? Ne kemi diskutuar, është diskutuar në çështjen e pros dhe cons, domethënë aspekte pozitive dhe negative, mirë po argumenti kryesor, pavarësisht që jemi të vetëdijshëm për çështjen e nevojës që numrat tonë janë të pamjaftueshëm dhe duhet të zgjerohemi në mënyrë që të kemi konstituimin e kuvendit, nuk e kemi vlerësuar të justifikueshme peshën politike të këtij subjekti politik për pozitën e dytë në shtet që pas disa muajve do të nënkuptonte edhe ushtrues detyre i presidentit. Mirë po kemi pasur gatishmërinë që të kemi përfshirje të nismës në ekzekutiv, në qeveri, ku pasaj do të jetë e mundshme pra diskutimi në format e ndryshme të partneritetit dhe sektoreve të cilat mund të udhhiqen. Dhe është llogarit pra dhe çështja e partisë Guxo në atë rast, ku si parti pra me 6 deputet kemi pasur 2 ministri, ndërsa 3 pozita pra në ekzekutiv. Do të ishte një formulë ngjashme që do të mund të aplikohej edhe me partnerin e ri në fjalë. Mirë po, thash edhe një herë që këtu ka pasur një parakusht e cila është ndërlidhur ekskluzivisht me pozitën e kryeparlamentarit. Nuk është gëzu pra pëlqimi i përgjithshëm dhe gatishmëria e përgjithshme edhe nga pjesa e grupit dhe në diskutimet tona është vlerësuar që si kandidati i cili si më thon i përket ose plotson 2 parimet bazë të aspektit të gjithëpërfshirjes gjinore dhe legjitimitetit qytetar, është vlerësuar pra të jetë emri i zonjës Albulina Haxhiu. Dhe kjo ka qenë forma, mirë po duke lënë vazhdimisht të hapur pra dhe mundësinë e bashkëpunimit me nismën në rrafshin ekzekutiv. Jeta aktualisht, a sheh më shumë ose a beson më shumë që do të ketë një tejkalim të kësaj situate a shkurës zgjedhje? Tash janë bërë disa përpjekje. Unë e vlerësoj pra disa hapa radhazi që janë marrë nga kryeministri Kurti, pra e kujtojmë takimin për aspektin e diskutimit procedural që ja ka bërë LDK-s edhe PDK-s.
ku nga ana e LDK-s nuk ka pasur vullnet fare as që të merr pjesë në atë diskutim, kë është mendu që propozohen mekanizma ku përfshihet kryetari dhe nënkryetari në një pako dhe të votohen pra si grup, si pako, në mënyrë që të mos interferohet në propozimit e asnjërit. Është bërë hapi radhës, e cila ka pasur të bëjë me çështjen e ftuarjes në një koalicion, pra për të kaluar çështjen në kuvent, mirë po pasaj edhe për formimin e qeverisë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila, si më thonë, një kundërpërgjigj pra me një refuzim, edhe me një propozim tjetër i cili ishte më shumë për protagonizëm se sa për zgjidhje konkrete, për cilën dhe kishte edhe shumë pikpyetje edhe në raport me argumentimin logjik edhe të këtij propozimi, andaj nuk ka qenë as çështje diskutimeve të më të tjeshme brenda neve. Përjashtohet mundësia me Pastaj LDK, pra dhe vota përmes votës së fshet, sepse kemi pasur zëra nga deputet të ndryshëm, të cilët vlerësojnë se kanë imponim nga leadershipet e partive, pavarësisht qështu po asnjë amë nuk ka po nuk është e jona, si më thonë, për të bërë deklaratat të tyre në qoftë se janë në rrafshin e diskutimeve private të cilat ne i bëjmë dhe në qoftë se ndajnë atë mendim privatisht. Ka deputetin një farë legitimiteti. E kuptoj, po është e tij ose e saj që ta deklaroj atë mendim pra publikisht kur e vlerëson ajo ose ajo të momentit. Po do këtë pak si mirë, po ka pasur edhe publikisht pra deputet. Ju ka pasur deputet të cilët pra nuk mund të hyjë emrat përveçëm sepse respektoj edhe privatësinë. Po të papshe që po tingëllën pak kështu. Mirë, po ka pasur edhe deklarata të deputetëve të cilët kanë thënë që kanë mendim ndryshe. Për shembull, kujtoj rastin e Arben Gashit që ka thënë nga partia ka mendim ndryshe në raport me procesin brenda institucioneve. Kjo e përmenda vetëm si një prej rasteve të cilat e ka bërë publike. Pjesa tjetër janë të diskutimeve private. Votimit atë msheft apo të hapur. Jo, në raport me konstituimin e institucioneve të kuvendit. Dhe kjo si blokadë e cila nuk kur gjë kauzë politike. Kjo është e zbrazë, kjo është null në raport me çështjen e kauzës politike. Kjo është thjesht, domethënë, ndodhem në një situatë ku mund ta bëj një blokadë dhe këtë blokadë po e shndroj pastaj në një qasje destruktive dhe strategji politike destruktive deri në një moment caktuar. Pra gjitha këtu janë refuzuar, edhe çështja e votimit të fshehtë që tashti pra është çështja edhe e trajtimit gjykatën kushtetuese. Por shkelzen një zgjidhje duhet t'i bëhet kësaj pune dhe në qoftë se që të bëhet veç PDK-ja. A është e mundësi një koalicioni me PDK? Në të gjitha diskutimet që i kemi pasur nuk e shoh të mundshëm pra një koalicion të përbashkët në këtë situatë pra me Partinë Demokratike të Kosovës. Ne kemi qenë të qartë që ngjashmëritë elektorale, por edhe deri diku të çështjeve që mund t'i trajtojmë, pra janë më të përafërta me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe brenda kësaj situate ne kemi menduar që mundemi me ofru edhe zgjidhje momentale, mirë pa edhe zgjidhje afatgjate të një qeverie më të qëndrueshme dhe më afatgjate, sepse edhe çështjet e proceseve që na presin pastaj qoftë me zgjedhjen e presidentit, kemi menduar që mund të zgjidhemi brenda trekëndshit pra vetvendosje LDK dhe presidencë që do të nënkuptonte edhe atë deklaratën fillestare që ka bërë LDK-ja në fillim, që nuk hyn në koalicione të cilat janë afatshkurte dhe që është për një qeveri stabile dhe afatgjate. Dhe në kuadër të këtyre parametrave, pra është mendu që mund të zgjidhet ky proces. Po mundoni me fajsu LDK-n pse nuk janë në koalicion me ju, edhe po harroni deri ditën e fundit kur dolën rezultatet preliminare, çka keni kavatën në këtë subjekt politik. Dhe mas keni lënë gjë për mi ftyrë toke pa thënë për ta. Duke përfshi ani ju të guxos i keni pasur personale me ta, duke marrë parasysh Donika edhe po besoj që s'po e përmend edhe një fakt. Një 5 vjeçar ju jeni marrë ekskluzivisht me LDK. Ka thënë LDK-ja karshi Albin Kurtit dhe vetvendosjes dhe pjesës së LDK-ja nuk po thot hajde po bëjna koalicion. Po ju po thani LDK. Dhe ne jemi këtë koalicion që po propozojmë. Okej, ke thënë dhe të kum thau që është dume në koalicion. Po LDK-ja po është refuzuese ndaj gjithçkaje. Po mundoni me dëmtu në elektorat që na po duhen ndaj neve. Po a keni sinqerisht. LDK-ja po është refuzuese ndaj partive opozitare. Ç'është bëhet koalicion me hajvana? Lutem. Ne e dim që LDK-ja ka pasur edhe subjekt politik që për vite ja kanë drejtuar gishtin edhe për vrasje politike, por kjo nuk i ka ndalu për të bërë koalicione.
për subjekte caktuar Po ju politike. jeni Pra i ka ndryshe bo me ju këto. nuk keni bërë kështu. Në përgjatë 4 qeverisjes, unë flas për LDK-n këtë rast, Po. thash për ku dhe LDK pozicionet e ka e bo, saj, okay, po pajtona me ty, pozicionet e e ka saj, bo- kështu që ka bo nuk koalicion. ekziston ky argument, nuk mund të më ekzistu ky argument kur ti tashmë e ke dëshmuar që ke të kaluar dhe situata shumë atranda, etiketime, drejtime, akuza shumë atranda të vrasje të aktivistëve politik dhe ke bërë koalicione politike me ta, e për çështjen e diskursit që është përdorur gjatë fushatës, kur ne e dim se çfarë deklarata kanë bërë nën kryetar, bën tash edhe nën kryetar e Lidhjes Demokratike ndaj bën edhe vetëvendosjes. vetëvendosjen njëjtë sikur parti tjera. Me ata tjerë ti e shoje i një akuzu me gjuhën A e matrona, kujton ke ti bërë koalicion, tash po bëjnë çfarë koalicion. terminologjie dhe çfarë akuza i ka bërë për shembull LDK-ja edhe Albin Kurtit në raport me të gjitha veprimet e tij edhe në veri që kanë pasur të bëjnë me çështjen e shtrirjes së sovranitetit, stabilitetit dhe prezencës së institucioneve. Koalicion në institucioneve. një parti pra që i ka botën ato akuza. Po ne jemi aty për mjep zgjidhje. Këtu nuk janë as të njëna zgjidhje të pëlqyeshme. Andaj ne vazhdimisht kemi dalur me idenë që të kemi mundësinë të jemi të pavarur në çështjen e krijimit të qeverisë. Po këto janë kartat të cilat janë në tavolinë. Nga kartat të cilat janë në tavolinë, ne kemi konsideruar më të parafërtën çështjen e një partneriteti të mundshëm me LDK-n. Në raport me kundër alternativa të tjera. Për të mirën e përgjithshme, për të mirën e institucioneve, na bëjnë kompromis edhe me qytetarë që jena shoh, jena kritiku rand gjatë kohës. Por na nuk mund na bë kompromis me një emën të përveçën që është Albulena Agji, veç me ndruata dhe me kaluar. Ne andaj kemi ftuar edhe Lidhjen Demokratike për diskutu edhe për çështjen e kuvendit, edhe për çështjen e qeverisë. Po jemi refuzuar që në start, pra ti kemi të qarta këtu. Dhe LDK-ja po është refuzuese ndaj neve, po është refuzuese ndaj potencialisht një qeverie të opozitës dhe gjithashtu ndaj opsionit të zgjedhjeve. Unë besoj që na jemi aty pak në raport me përgjegjësitë që kemi, në raport me qytetarin dhe krimin e institucioneve. Ky lloj izolimi nuk po besoj që përbën diçka substanciale ose të shërben diçka as Kosovës e as interesit partijak, izolimi në një pozicion të tillë ku nuk lëviz në asnjë qasje, sepse detyrohesh të lëvizësh në situata dhe instanca të tilla kur ti duhesh të japësh Kosovës institucione dhe të kalosh pastaj në çështje substanciale. Duke u bazuar në qytetarën, po them pse nuk po lëvizni. Pse nuk po lëvizni me një emër tjetër? Po përmenda të gjitha këto lëvizje. Se ju mirë pi artikuloni, kështu që është dash me ka mirë anena. Mirë po jo, na nuk jekom dorë, po këta duhet me lëviz. Edhe për çështjet të kuvendit, edhe për çështjet të qeverisë ne kemi ftuar LDK-n. Mirë po, në pozicionet që jemi të taneshëm, ne po e respektojmë subjektivitetin e cilës do parti tjetër. Ne keni shkatërru, jeni nda, sidomos pjesa ju personalisht. Se nuk keni qenë LDK, por dy kryetarë të juaj, partia dy kryetarëve kanë shkatruar veprimet e tij politike. Ti e din çfarë keni bërë 2019-2021. Nga bushti e saj, domethënë ka shkatruar LDK-n dalja nga rruga dhe zotimi para qytetarit. Asnjëri nga jashtë e as nga brenda si individ nuk mundet me të shkatru. Përpos veprimet dhe synimet e tua politike. Ne kujtojmë që në 2019 një dalë kanë lyp besë para qytetarit për kandidatën për kryeministre dhe një koalicion të cilën ka qenë transparente para qytetarit. Dhe qytetari nuk po don asgjë më shumë se sa ti respektohet vullneti. Pra në qoftë se e voton Vjosa Osmani për kryeministre, mos mi dal Abdullah Hoti kryeministër, siç ka ndodhur. E këtu pasaj padyshim që kanë kosta. E çto të shkatrojnë, çto veprimet shkatrojnë. Sepse qytetari po kërkon po e përmendet çështjen çka ka ndodhur atëherë. Vjosa Osmani hini në listë me vetëvendosje. Vjosa Osmani është përjashtu nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Pra mos t'i harrojmë këto copza, sepse janë shumë të rëndësishme në gjithë këtë proces. Në këtë proces. Pat edhe ndaj saj kritika prej subjektit me cilin jeni në koalicion? Ne faktikisht nuk kujtoj rrethana të tilla, ne jemi përgjigjur pra dhe faktikisht që nga hapat e parë kur kemi pasur çështjen e verifikimit të mandateve, prej hapave të parë ka qenë drejtimi me letër ndaj presidencës për sqarimet më të tjeshme mbi situatën në të cilën ne ndodheshim dhe ka qenë dhe thirrje po në atë letër që të gjendet konsensusi dhe të bëhet thirrje për krimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ka pasur një ftesë e cila pra i është drejtuar liderëve të cilët kanë udhëhequr koalicionet në zgjedhjet e vitit 2025, e cila
u pa që nuk ka lëvizje nga asnjëra anë në raport me situatën. A pa teatër mbetje në Guxha për që nuk e ftoi? Ishte argumente që janë ftuar vetëm udhëhecit e koalicioneve që kanë garuar në 2025. Pra nuk ishte as nga ne, as nga Nisma, as nga Alternativa ose subjekte tjera të cilat kanë qenë në koalicione të brendshme, mirë po ishte pra kryetarët e partive, të cilat pra i kanë udhëhequr këto koalicione. Ky ishte edhe sqarimi që ju bë dhe opinionit, edhe pse unë pra besoj që edhe po të ishte në përbërje më të gjerë dhe në kryetarët e partive të tjera, unë besoj që vetëm do t'i shërbente pozitivisht, nuk është asgjë të gabueshme edhe nëse do të zgjerohej përbërja e një takimi të tillë edhe me përfaqësues tjerëve politik, si në rastin e Guxhas, e cila është një parti me 6 deputet brenda. Pas përfundimit të mandatit të presidentes, tashmë veç po flitet që mund të ketë një subjekt të ri politik. Në një situatë të tillë, ju personalisht, po edhe partia Guxha, në çfarë roli e sheh, ose a është një rivalitet i drejt për drejtit të një elektorat i cili supozohet që u ka njëti, u ka Vjosa Osmanit edhe juve tjerë. Shkëlqen unë për figurën edhe personalitetin e presidentes Osmani, padyshim që do të gëzoj gjithmonë në respekt veçantë, për arsye që gjithë formimi im politik ka filluar pikërisht përmes saj dhe së bashku dhe përkrah saj. Kështu që në gjithë sillin do hap, padyshim që s'ka mungu edhe mbështetja ime personale, mirë po dhe respekti im personal. Them drejtën, nuk jam në dieni dhe as nuk mund të gjykoj mbi ambicjet e më të tjeshme, të cilat mund të jenë qofshin ato politike ose për një mandat të radhës apo të cilat mund të jenë të presidentes Osmani. Nuk kam informata të tilla, andaj në një rrethon e cila është e panjohur dhe nuk kam as informata e as elemente konkrete mbi cilën mund të gjykoj, nuk është diçka të cilat mund të komentoj. A shani rrugtim të përbashkët edhe nëse nesër po supozojmë që mund të jetë me një subjekt të ri politik? Unë thash që unë gëzoj vazhdimisht respekt për të, edhe për çështjen e qasjes politike, mendimit politik, ideve dhe perspektives të cilën ajo e ka transmetuar, gjithashtu edhe guximit për sfidat të cilat në kohë të saktuar padyshim që pak kush ka pas guximin, mirë po edhe momentumeve politike që ajo i ka kriju, sidomos pra në vitin 2021, me përbashkimin së bashku me vetëvendosjen, të cilën e jep një kthes të madhe politike në vend, edhe krijohet një forcë politike me fuqinë e saj pra 50%, pra një lloj referendumi qytetar. Kështu që për të gjithë këta hapa kam shumë respekt dhe konsiderat, po për më tutje, raport me ambicjet e saj personale, as nuk kam informata e as nuk kam se si t'i gjykoj. Unë mendoj që si presidente e vendit, pra ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë në krijimin e aleancave të reja, mirëmbajtjen e aleancave aktuale, zgjerimin e fushave të bashkëpunimit, përfaqësimit absolutisht shumë dinjitos që ka bërë në çdo instancë ndërkombëtare dhe besoj që jeta mes Donika Gërvallës dhe Vjosa Osmanit një vlerësim? Po thash edhe më herët, pra me Vjosën ka fillu rrugtimi, kurse me Donikën e kemi vazhdu tutje. Ne jemi përbashku mbi parimet dhe qëllimet tona dhe synimet tona të përbashkëta. Duke qenë në pozicionin e presidentës, padyshim që pastaj bashkëpunimi ka qenë le themi më i rrallë, për arsye që kompetencat dhe përgjegjësitë kanë qenë të atilla që funksioni i presidentës e kërkon edhe atë pavarësinë politike dhe synimet dhe objektivat dhe agjendat janë më tjera krahasu me punën time që e kemi bërë në kuvend dhe takimet që kemi pas të shpeshta me subjektin politik, në këtë rast me Donikën dhe me Fatonin. Kështu që gëzoj për të dyjat shumë respekt, jo me fat që para mje kom pas pra zonja shumë të guximshme, të përgatitura, profesionale dhe të respektuar edhe në shoqërinë që për mua ka ndihmuar në trasimin e një rruge si një politikane e re, po ashtu dhe grua. Nëse kushtohesh me zgjedh mes Vjosës dhe Donikës? Thash që janë shumë personalitete që i kam le themi në dy tabore dhe në dy scenario të ndryshme,
ku kanë vlerësimin dhe konsideratën. Pra me Vjocën e kam fillu, pastaj me Donikën e kam trashëgu, dhe Donika ka qenë një lloj trashëgimie të cilën e ka lënë pas në parti pikërisht Vjosa Osmani. Këtu kanë qenë rrethana të cilat besoj të dyjat janë personalitete që kanë lënë gjurmë të mëdha në skenën politike, kanë rrugtime shumë unike, kanë se çka i ofrojnë skenës politike dhe kanë pasur guximin për të bërë ndryshime në momentet të cilat kanë qenë delikate për vendin. Jeta për qeverisjen, për 5 vite qeverisje të vetëvendosjes Albin Kurtit dhe natyrisht edhe koalicionit me ju. Çu e vlerësoni? A është bë mjaftueshëm? A je sinqerisht e kënaqur me të arriturat që bë? A ka mujt me u bë më mirë? Edhe a analizon ndonjëherë këtë pjesën e këtyre kritikave që bëhen qytetare, për ashtu këtu opozitën, po për shkallën e inflacionit, për thellim të krizave në disa segmente, në energjetik, në ekonomi, në probleme me të cilat ballafaqohemi për çdo ditë, e që besoj janë reale që i preket aty, ndoshta më praktike duke shkuar në market dhe mi pa këto çmime me çfarë po duhet me i pagu qytetarët e Kosovës. Shkëlqen sfidat kanë qenë të mëdha edhe problemet kanë qenë të mëdha në marrjen e mandatit. Padyshim nuk duhet mohu edhe vlen të përmendet vazhdimisht edhe suksesi që është bërë në veri. Pra kemi të bëjmë me shtrirje e sovranitetit, kemi të bëjmë me prezencë të institucioneve të Republikës së Kosovës. Qeverisja është pak për te asaj, edhe kur flasëm për verim, flasëm për verim. Po nëse me veri është marrë Albin Kurti dhe eventualisht ministri i punëve të brendshëm edhe i mbrojtjes, ky ekonomist nuk është marrë me ta. Funksionimin bazë të Republikës së Kosovës. Sepse sabotimi dhe destabilizimi që ti ka bërë por rreth jo stabiliteti politik të sjell gjitha këto dhe veriu ka qenë një vatër e cila ka qenë vazhdimisht e mundshme të prodhojë jo stabilitet politik. Veriu ka qenë gjithmonë. Jo stabilitet, aty nuk ka frymu as është ndi era e institucioneve të Republikës së Kosovës. Nëse na kemi shtrirë suverenitet atje, edhe nëse na e kemi rregulluar veriun, atëherë që kjo nuk është dashme na shkaktu krizën inflacion. Përmes rregullimit të veriut, ashtu se po i përzin. Po të i përzej vetes unë spyeta për verimin veç. Po thahet për sukseset dhe ai e kënaqur me 5 vjeçarin. Kështu që unë fillova, domethënë me çështjen e veriut, të cilat ka pasur të bëj diçka thelbësore dhe qendrore në raport me funksionimin e mirëfillt të një shteti, pra në këtë rast Republikës Kosovës, në një pjesë ku nuk ka frymu as era e institucioneve të Republikës Kosovës, me shumë pasiguri, me shumë mundësi të destabilitetit dhe me mungesë të sovranitetit dhe kontrollit në territorin e Republikës së Kosovës. E as lëvizjes së lirë të qytetarëve ku nuk ka pasur siguri as për të qarkullu pra nga pjesa jugore përandaj. Kështu që të gjitha këtu kanë qenë një problematik të cilën e ka përcjellë vazhdimisht. Dhe pastaj ka jo problematik ti ke pasur edhe çështje të mungesës në kontrollin dogana të hyrave, çështjen e pastaj shumë kontrabande, ku ne kur kemi konstruar ka dalë që të jetë me miliarda euro kosto të kontrabandë të cilat për vite pra nuk ka qenë në kontrollin e institucioneve të Republikës Kosovës e shumë aspekte. Andaj përmes vënjes në kontroll edhe të veriut, është vënë në kontroll edhe pjesa e kufinit, e cila ka mundësu që të kemi rritje të buxhetit mbi 50%. Që kjo rritje e buxhetit ka mundësu që të kesh ushtrime të fortë, të kesh polici më të fortë, të kesh shtesa për fëmijë, të kesh investime në shëndetësi, të kesh rritje të pagave 2 herë brenda sektorit publik, e aspekte të tjera të cilat janë mundësu. Se ke punu edhe në ministri. Po. Nuk e ka bërë që kjo? E ka bërë inflacioni. Jo për shkëlqen se inflacioni e ndikon fuqin vlerëse. Jo, në qoftë se të hyrat e tua janë të njëjta, ti nuk mundesh me ble më shumë se sa që ke ble përpara. Nuk ka që rritet buxheti. Do të nënkuptonte që buxheti rreth në njëjtën pikë. Jo, gabim. Jo. Në qoftë se i ki 100 euro. Gabim e ki. Në qoftë se i ki 100 euro. Nëse me pagën e njëjtë, me tardhët e njëjta. Po. Produkti rritet, po, ti blen më pak. Jo, nuk blen më pak, se na jena të folë për konsumin bazë. Në çdo raste, nuk qytetarët
nuk e kursejnë ose nuk e zvoglojnë sasin e konsumit ose tjetesës vetë. Por i ndalin disa investime kapitale, standardin e jetesës, ndoshta më të mirë, luksin edhe gjëra tjera. Por nuk reflekton që kjo, si më thon, asnjë rrethon, kjo nuk do të nënkuptonte që ty të rritet buxheti për 50% që pastaj të mund rritet për shkak se çdo çmim që është rritet janë statike, atëherë ti e ke, domethënë nuk zakonisht ku ka inflacion nuk ka rritje të buxhetit. Ky është si rregulli ekonomik, sepse mungon fuqia blerëse për të arritur buxhetën dhe ti kontribuar orkës së shtetit. Mundesh mi kontribuar orkës së shtetit. Është qarkullimi ekonomik. Derivatet e naftës janë kanë një euro. Ishte përmbyllje edhe që edhe tash janë bën 1,60 cent, 1,80 cent, që nuk do të thotë që gjinja e lon nuk blen më. Raport me produktet bazë. Ne e kemi pasur ligjin për çmimet tavan. Atë ligj ne kemi draftuar që të paktën në një periudhë kur ne jemi godit pra nga rrethonat të cilët kanë qenë të faktorëve të jashtëm, pra siç ka qenë lufta e pastaj kjo përcjell me krizën për energji edhe inflacionin, të cilat mos harrojmë me plot drejt se nuk ka kërkon në botë në një shtet demokratike ku ka ekonomi të lirë tregut, ti nuk mundesh me bën ligj që i përfshin këtë mollrat dhe produktet me bërë çmim tavan. Por qeveria e Kosovës për secilin produkt e ka drejtën ekskluzive me ndërmarr masa kur është 20 produkte kanë qenë. Kanë qenë vetëm 20 produkte, kam punu vet në atë ligj. Kam punu vet në atë ligj dhe di specifikisht se ka për Ministrisë së Tregtisë në Komisionin për Ekonomi. Kanë qenë 20 produkte të cilat janë konsideruar të shpurtës bazë të qytetarit dhe ne kemi thënë që okay, të paktën në qito të ketë kontroll mbi marzhën e profitit. Pra, të mos jetë marzha e profitit në buk 60%, po të jetë sipas standardit që ka qenë para prak, pra para inflacionit të një vlere pra 20% dhe të aplikohet një marzhë e tillë e profitit ku ti mundesh me kompenzuar profit nga produkte të tjera, të cilat mund të kenë prekur pra për shkak të importit nga inflacion, po në qito bazë, të cilat janë të përqytetarit, atëherë ti të mund të kesh një lloj kontrolle të cilat e ruajnë edhe ekonominë familjare. Dhe këto e kanë bërë edhe Shtetet e Bashkimit Evropian, ke pas rastin e Greqisë, që është diskutuar. A keni vendosur çmimin tavan për derivatet e naftës? Po këtu kemi pa, ama qitona i kanë kontestu neve në gjykatë kushtetuese. Për çka pat nevojë me bosh ta? Qitona i kanë kontestu faktikisht Lidhja Demokratike e Kosovës në gjykatë kushtetuese. Jo për Lidhja Demokratike ti e ke bë ligj që është kundër kushtetues. Jo. Jo LDK-ja. Shkelzen. Ke bë ligj që është kundër kushtetues. Në kriza. Ke bë diçka që është kundër kushtetuese në një vend ku është ekonomia e lirë e tregut. Ndërsa rregullat ti ke mujt secilin produkt ku e sheh që ka abuzim. Me ti kontestu. Jo, ku sheh që ka abuzim nga tregtarët, ku sheh që ka produkte që hyjnë mosat antidoping. Ku dikush në shtet tjetër atje e subvencionon një produkt. Ti ke drejtën ekskluzive shteti, ministria. Këto janë kit ndryshe rrethana nga ato që s'jat një thojmë. Kur ka kriza, kur për shembull shkëputet cikli normal i furnizimit, sepse të ka ndodhur dikon një luftë ose keni një rrethon të jashtëzakonshme, nuk ka treg të lirë, sepse thehen parimet e konkurrencës së lirë, sepse ti mund t'i ke shpasur për shembull në Kosovë 10 furnitorë. Nëse shkojmë në gjendje të jashtëzakonshme. Nëse në Kosovë ke pasur për shembull 10 furnitorë që janë furnizuar me mill, dhe për arsye që është ka luftë në Ukrainë, atëherë 4 prej tyre dalin prej tregut. Kjo nuk nënkupton që e kanë nënkuptuar konkurenca që ka bërë këtë diferencë. E kanë bërë faktor të jashtëm. E tash që kjo pjesa tjetër e gjashve që mos me abuzu me çmime, shpesh herë ndërhyn shteti, derisa të normalizohet situata. Edhe thot, okay, operoni me marzha të fitimit, po me marzha të fitimit që ke operu deri më tash. E jo 60%, 70%, 80% që me kalu deri në aspektin abuzim. Me intervenu veç me masa rigoroze, por shteti intervenon Shteti e ka edhe rolin, edhe politika fiskale, që nuk është asnjë. Do të ishte lehtësuese mbrojtja e interesit të konsumatorit dhe të qytetarit në raport me produktet bazë. Edhe këto e kanë bërë edhe Maqedonia, këto e ka bërë edhe Greqia, këto e ka bërë edhe Spanja. Ashtu që shtoi ke Albin Kurti para se marrë pushtet. Zero tax ndaj gjitha produkte bazike. Ajo nuk garanton kurrë. Sepse një prodhues i një uji, pavarësisht ja largon taksën apo ja mban taksën, përderisa i shitet produkti në të njëjtin çmim,
Ai e mban po të njëjtin çmim. Jo, e mban po të njëjtin. Se bëhet vetë. Kjo për shembull ka qenë një prej rrethonave që ka ndodhur gjatë kohës pandemisë. Gjatë kohës pandemisë është pas largu të VSH-ja, mirë po unë të garantoj që asnjësun nuk e maj mend që në kafës për shembull është ra çmimi. Ko kanë Sepse këtë ka cilë ndodhur gabune, kjo. siç që të mos janë ndërmarrë këtë krizën ekonomike që ndodhi pas luftës në Ukrainë. E ka bërë Gjermania, kanë bërë për gjitha Në produktet. tregun ton, kjo veç ka nënkuptu që çmimet kanë nejtë në të njëjtin vel, mirë po shteti ka rrit mos mi inkasu që ato të cilat normalisht i inkason e pastaj me mujt me i shpërnda, pra në forma të cilat edhe vlerësohen. Për atë arsye ne kemi thënë, okay, te vlerësojmë cilla u kanë marzha e profitit përpara se me ndodhë që kjo situatë, është matë sipas vlerësuesve të cilët kanë qenë në terren dhe kemi thënë, okay, operoni brenda këtyre marzhave dhe ju tash për shkak të destabiliteteve që kanë ndodhur faktorëve të jashtëm me abuzu me marsha 60, 70, 80 në produkte bazë që mund të kenë qenë vaji, milli, vezë e produkte tjera, pra aty kanë qenë listu me dikon deri 20 produkte bazë. Lista është gjatë me bisedu tash këto prej rezerva shtetit e 100 aferat tjera, po du me të pyet për dy të fundit, njëna prej tyne ku është njëri prej kryetarëve të ju, i ministri Fatan Peci. Çu pa këtë skandalin me fabrikën për... Pa dyshim që ministrit Peci gjatë mandatit të tij si ministër i bujqësisë, besoj që ka bërë një punë të jashtëzakonshme, ku dikon rreth kanë qenë 120.000 përfitues e 300 milion euro të shpërndara, e shumë keqpërdorime të shumta që kanë ndodhur në atë ministri që janë ndal, edhe shumë fermer që vazhdimisht kanë dalë me zot të lartë dhe kanë folur mbi ndryshimin në qasje të kësaj qeverie dhe më saktësisht edhe të Ministrisë së Bujqësisë që ja ka mundësu rritjen e produktivitetit, rritjen e të mbjellurave dhe tokës së punuar në nivel vendi. Këto, si proces, besoj ka validu tutje edhe procesi zgjedhjeve të vitit 2025, ku Ministri Peci pra me tikon rreth 130.000 vota, që në kupton që është një farë lloj validimi dhe reflektimi e një farë lloj pune të mirë që e ke bërë brenda institucionit. Në procesin në fjalë, unë kam parë nga ana e tij, tash pa hyrë në detaje sepse s'm ka rënë me përcjell as Ministrinë e Bujqësisë, as kam qenë në Komisionin për Ministritë e Bujqësisë, po kam parë që ka qenë vazhdimisht i gatshëm për ta sqaruar para opinionit dhe para gazetarëve të gjitha dyshimet ose çështjet të cilat i kanë trajtuar si elemente që duhet diskutuar tutje. Në momentin e të bërë të ditur të këtij procesi, kanë dalur edhe me deklaratë në një që dhe dosjen nga ana ministrisë ja kanë dërguar prokurorisë dhe në deklaratat e tij vazhdimisht vjen në pa çështja që është shumë i interesuar që të zbardhet e vërteta dhe që institucionet e drejtësisë ta bëjnë punën e tyre. Kështu që me kaq mund ta gjykoj, pa i ditur më tutje specifikat e procesit, dhe duke u bazuar pra në argumentimin që ka parë. Që ke po që dalë në për media, a vlerëson që ka pas bazë për me hynë në këtë hetim çfarë tashmë është ty bë dhe që u intervistu edhe në cilësinë e ministrit edhe. Po tash i mbetet çështja e organeve të drejtësisë për të zbardhur detajet e më të tjeshme. Si proces, unë moj me thënë që nëse është kontestu procedura tenderuese, për mund pikërisht edhe pyeta nëse ka pasur ndaj reagim ndaj nga KRPP-ja, e cila është një prej mekanizmave të cilat e ka për rol mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit të prokurimit publik, ku më tha që nuk ka pasur asnjëherë ndonjë koment që është ardhur nga KRPP nëse ka diçka shkelje në procedura, a ka pas diçka të kontestuar në OSHP, e cila llogaritet si një lloj gjykate e këtyre proceseve, më tha që nuk ka pasur diçka të cilat ka ardhur nga OSHP-ja, të cilat janë mekanizma. Asnjëna as tjetra nuk trajtojnë këto raste dhe nuk e bëjnë një proces të pastër derisa nuk ka ankesë. Sigurisht ishin ka 3-4 ofertues, njëri prej tyre mund ta ankohet në OSHP, dhe pra në OSHP-ja, por jo domosdoshmërisht KRPP-ja. KRPP-ja reagon edhe në raste të tilla kur vëren që në një shpallje mund të ketë diçka e cila e dëmton procesin nëse nuk është në përputhje me ligjin, sepse ka, domethënë, mandatin që të mbikëqyr çështjen e zbatimit të ligjit dhe i trajton në aspektin teknik.
A ke bo shkollën, a ke publiku, a ke... të kritereve dhe aspekteve të tjera, sepse edhe i trajnon e i përgadit autoritetet kontraktuse. Me thonë vazhdimisht, trajnimet edhe autoritetet kontraktuse i bën tek KRPP-ja mbi procedurat dhe aspektet të tjera të cilat lidhen me këtë proces. Kështu që këto janë dy mekanizma që besoj që direkt ndërlidhet me punën e tyre, andaj dhe pata interesim ta di nëse ka pas ndonjë rast kur këto dy mekanizma janë aktivizuar mbi potencialisht nëse ka pasur domethënë ndonjë lëshim në procedurë sipër. Po të thash që unë s'kam qenë komision për buxhet, po ndaj në përbuqësi për të ditur më detajisht aspektet të tjera, po kam qenë në buxhet, andaj pyeta edhe për KRPP-n dhe për OSHP-n, këtu kanë qenë mekanizma që kanë raportuar aty. Ministri del vazhdimisht me idenë që të zbardhet e vërteta të bëjnë institucionet e drejtësisë punën e tyre dhe të shkojë deri në fund ku edhe bëhet e njohur edhe për publikun dhe për ata personalisht pra mbi procesin dhe tërësinë e këtij procesi. Sektori energjisë, që tu ku është pika më e ndihshme e ku tashmë kemi 16.1% rritje të çmimit të energjisë elektrike për krejt qytetarët e Republikës Kosovës dhe kjo që po flitet tashmë që deri 250%, 300% rritje e çmimit ose kostos së energjisë elektrike për rreth 1400 biznese në Kosovë. Unë pikërisht jam idhtore dhe jemi vazhdimisht në thirrje që të kemi konstituimin e institucioneve të Kosovës, pikërisht që të kemi dhe mekanizmat përgjegjës, të cilat i marrin në pyetje dhe në llogaridhënie, edhe trupat që janë pikërisht përgjegjës për këto procese, në këtë rast pra ZRE-n. Dhe unë do të ishta shumë interesume që ta kemi përballë ZRE-n për ta kuptuar argumentimin e tyre, llogaritjet e tyre mbi këtë proces, si dhe në qoftë se kanë bërë punën e tyre në raport me mbikëqyrjen ndaj institucioneve të cilat bëjnë kontraktimin e energjisë dhe në qoftë se këto institucione kanë operuar në bazë të parimit të mbrojtjes së interesit të konsumatorit. Pra këto do të ishin disa prej pyetjeve të mia, të cilat unë me shumë interes do i kisha adresuar. Kur është bërë çështja e vlerësimit të tarifave, ne i patëm dorëzu komentet tona dhe sugjerimet tona se si mund t'i qasemi çështjes së tarifave. Këtu nuk janë marrë për bazë, janë marrë për bazë pra vlerësimet të cilat i ka bërë vetë ZRE-ja karshi situatës energjetike në vend. Kështu që këto kanë qenë disa prej mekanizmave të cilat unë do kisha pasur interes me e di, dhe këto po na e pamundson çështja e mospasjes pra një kuvend funksional, ku përmes një komisioni pra për ekonomi ose komisioneve përgjegjëse pra tjera sikurse buxhet, pra ti kemi aty personat përgjegjës për të argumentuar dhe situatën në të cilën ndërlidhet. Jeta për fund du më ta bëni pyetje me 4 korrek. 2024 Infokusi ka publiku një hulumtim detaje me dokumenta, me fakte. Edhe mbrëmjes së jave në komision parlamentar kanë qenë të ftuar përfaqësues të kostit. Okay. Ku njëra prej pyetje, po më duket një deputete e ka bërë një pyetje që është e vërtetë që ju ka dhënë një garancion bankar një operatorit privat që është përzgjedh për kapacitetet të reja të energjisë elektrike. Njëherë pa që u munu me shef, ty mos e pranun që kanë shu flet garancion, mandej pati edhe një reagim për anës juaj. Me sa kujtoj, personalisht e keni thënë që po merrni me në komision deputetë e opozitës po merren me shkrimet portale. Nuk e di, a e keni thënë ju apo e ka thënë deputet? Nuk besoj, nuk korrespondon me gjuhën time. Edhe ke pas një ballafaqim me një deputete aty kur ja bëi ke pyetjet përfaqësuesve të në qoftë se ka qenë reagimi, në qoftë se kujtoj sakt, po mund ta mos kujtoj sakt pa e pasur pra edhe të prezantuar. Po besoj që e pave se u përsëri tash në media se u ris. S'm ka rënë me përcjell. Aktualizu ky skandal edhe tash sfundi për televizionit Dugagjini. Çështja të cilën është diskutuar, pra ka pasur të bëjë me projektin e solareve, pra 100 megawatt. Kosova nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për t'ju përgjigjur kërkesave vendore për energji. Ajo duhet prodhoj disi energji.
Në termocentralet që I kemi aktuale, këtu janë vetëm në, se me thonë, dëmteme sipër, të cilën edhe po e hupin efikasitetin e tyre në raport me prodhim me energji. 5 vjet mandat, hala asnjë megawatt nuk është prodhim I ri. Në anën tjetër, ne kemi edhe politika tjera të Bashkimit Evropian, të cilat flasin për taksa shtesë në qoftë se diçka prodhohet nga energjia me qemer. Duke I konsideru këto, Ministria e Ekonomisë pra e ka bërë dhe strategjinë e energjisë, të cilat e ka një lloj fokusi në çështjen e energjisë solare dhe energjisë së erës. Raport me energjinë solare e ka zhvillu ankandin e parë, ku në qoftë se mund t'i referohem pra edhe situatës këtu, pra është siguru përmes ankandit që megavati I energjisë nga ky projekt I cili ka dalë të jetë fitues, të jetë me vlerën 48 euro. Kurse aktualisht, për shkak që politikat e kaluara ka qenë me fidin tarifa, pra blehet 161 euro. Pra përmes ankandit, pa këto mekanizmat stimulus, pra është siguru që megavatit të jetë 48 euro dhe kjo energji pra t'i jepet kustit. Ka e lexon shkrimin korrespondencën. Rresht, në çdo paragraf është kundërthënës me njëra tjetër. Nalt thot nuk kena dhënë flet garancion, nuk I kemi garantu, I ka dokumentat që kanë dhënë, domethënë është keqësisht e qartë në bazë të letra, dokumenta që ekzistojnë e që kanë media, e që na I kena kjo publiku energji, kjo në sipas ligjet, pra institucionin në fjalë kur është energji e burimeve të ripërtërshme, e ka të obliguar që ta blejë atë energji ty. Kërkush nuk po thotë jo, kërkush nuk po të konteston. Po, domethënë e ki obligative. Një operatori ekonomik që ti jep favor, I thonë po të jap 7.5 milion euro, nuk ka qenë favor. Kjo ka shku përmes ankandit, pra është zgjedh kompania e cila ka ofertuar më së liri. Gabim e ki. Ka pasur ankand zhvilluar. Po, pse pe lidh ankandin. U kry ankandi. Ashtu është zgjedh kompania fituese. Po jo me ja garantu 7.5 milion euro. Veç një sekond. Që kjo është si më thon, po interpretoni procedurat, po interpretoni interesat e shtetit, qytetarëve, interesat këtë rast të energjisë elektrike, interes është 48 euro me siguru megavatë. Na justifikon neve një dhënë favore deri me 7.5 milion euro një operatori kompanie private. Nuk ka këtu favor sepse ti ke me bleat energji. Ti e ki obligative që atë ankand, dhe me thonë për me ti prodhu 100 megawatt, mallin të cilin ti e blen me pagu. Dhe atë ki me pagu me 48.8 euro për kundër çmimit aktual, pra që është 160 euro. Je marr vesh e ka dhënë licencën për 100 megawatt prodhim energji elektrike. E ka fitu, po ala. Ajo ardh ka thënë fal, po mu po më duhen tash parë edhe për me I bë investimet. Edhe ti thua, okay, ministra Ministra Rizanulli, Hekoran Murati, këtë ata janë nënshkruajnë një letër dhe thotë shkon banka dhe merrni një krediti. Kompania ka lëshu gjithashtu dhe ajo garancion, pra e përmend garancionin pra dhe këto ministra, që ka me realizu investimin. Pra lëshon garancionin e vetë që do ta realizoj investimin. Në këtë rast, institucioni ka garantu që unë ta blej atë energji. Që kjo është esenca. Kjo ka garantu që unë ta blej ty atë energji. E ka të rregullune me ligj që ti nuk ki çare pa ja blej energjinë elektrike. Çdo operator që hyn, merr pjesë në një ankand, në një konkurs, në një shpallje interesit shtetit, ai vjen dhe thotë unë kam këtë projekt, ku më investu 50 miliard, 100 milion euro, edhe kena më marrë vesh nga sa ma blenë energjinë elektrike ti. E ka jep garancionin e vetë që e realizoj une projektin në fjalë, gjithashtu dhe institucioni në këtë rast pra ka diskutu çështjen e garancionit se unë e blejat energji për 15 vite. Sepse unë për mallin, vetëm një sekond, unë për mallin të cilin e blej, unë e pagu. Kur pas ka garantu kompania, që e bën kur e ka garantu kompania, që e bën investimin, pse ju ka dash garancion prej shtetit për mi marrë 7.5 milion euro në bank. Jo, garancioni ty mund kur mos me ti në funksion, as kur mos me hi në punë, sepse ti mallin që e blen ti e pagun. I kanë shkruar banka për operator privat. Çështje e një lloj garancioni institucional që janë kanë garantu palës që energjinë e bën që gjendje me tash ti hipotekë të shtetit. Shkelzan. Për një favor një kompanie private. Jena të fol për një investim 100 megawatt. Për mi ushtu sektorit tonë të energjisë. Përmes një procesi e cila është mbikëqyr edhe është bashkëpunëtor dhe me USAID. Që ka interesim të jashtëzakonshëm për kompanive, ju e keni zgjedhni. Ja,
nuk e ka zgjedh kërkush, operatorë, e ka zgjedh tash i jepni edhe favore, po. Jo, okay. jo, kjo ka qenë i bashkullhequr së bashku dhe me USAID-in. Do të thonë edhe për çështjen e garancionit në fjalë ka jap mendim edhe USAID-i. Se kemi pa USAID-i që ka dhënë mendim diku. Me aq sa kam informata, nëse i kujtoj. Kam informata, pra, që aty kemi çka është diskutuar në komision, ka jo. dhe me shkrim dhe nga USAID-i në raport me procesin dhe ka zgjedh procesin sepse ka ofertuar të jetë më i liri. Kjo e ka bërë fitues. E ka jap garancionin që e realizoi investimin dhe ka kërku garancion se mblehet energjia për 15 vjet. Garancioni kur nuk hyn në funksion, në qoftë se ti ja pagun atë se çka ke ble. Atë se çka ke ble. Ajo është vetëm mekanizëm. Kur është marrë vesh operatori që ka me shit që të energji elektrike ose ka me garantu shteti që e blen. Nuk e laj pas ka pas garancionin që sipas jush ka thonë unë e bëj investimin edhe ku mi prodhu 100 megawatt, pse ju dasht institucione mi kërku garancion 7.5 milion euro për me marrë në banka për me bërë investim. Shteti nuk paguan për ndërtimin e parkut solar. Atë ndërton investitorit dhe për këtë ka garantuar me 7.5 milion euro garancion të dorëzuar te Ministria e Ekonomisë. Investitori. Manal thot kërku nuk kemi shumë investitori. Po këtu po flet për garancionin e investitorit. Investitori po thot e ka lëshu garancionin që ka me realizu projektin. Investitori ka obligime. Nëse për 2 vjet nuk e bën. Edhe ti si kontraktor ki obligime. Ti e din këtë varpune. Ligji e parashe. Kur shpreh interesim, kur ti fitoni ankant publik, kur ti e çan projektin, i ki 2 vjet afat, 1+1 është. Ligji i parashek këtu, nëse ti nuk i bën investimet, të merret çaj licencë për çato që ke apliku. Eventualisht 1+1 është. 1 vjet, nëse nuk mundet me realizu, ka arsye të forta, i vazhdohet edhe për 1 vjet tjetër. Mirë, por nuk ka nevojë se di pse përrej na ka garantu neve, nuk garanton ai. Ai nuk ka nevojë me garantu. Ai në momentin kur e merr, ligji e obligon me bëj çat investim. Në këtë rast, për me arsyetu këtë garancionin që ja kanë hyrë këta në pazare dhe ja kanë dhënë investitorit privat, këta thonë edhe ai na ka dhënë neve një garancion. Garancioni. Se ka nevojë me ta garancion, ai ka marrë licencë. Kur merr licencë për shtetit, ai jeni obligime. Edhe ti je në obligime për me ja pagu energjinë. Me pagu energjinë që ajo prodhon. E çka thot në qoftë se ti nuk i likuiditet, mos me ma paguat energji. Kjo është absurditet, mandej. Kjo është absurditet. Ta përmend edhe ministrja. Kjo është absurditet, mandej. Ka pas pasiguri, sepse mos harrojmë, vetëm se ka subvencionon shteti që ka subvencionu shumicën e ndërmarrjeve publike. Shkelzen, mos harrojmë kosti deri vonë, derisa është bërë pavarësimi energjetik që në fut në inkasim komunat në veri, kosti ka qenë i detyruar me pagu për rrymën në veri. Dhe kjo i ka shkaktu jo stabilitet të madh financiar. Dhe kjo ka qenë si proces që ka ndodhur. Andaj dhe për investitorin ka mujt me qenë dyshimi që çka në qoftë se për shkak të rrethanave tjera të tua nuk ki mungesë. Nëse ti nuk i beson likuiditetit të një institucioni, pse hyn në ngar me marrë licencën? Po është kriju pra një mekanizëm që u bë i mundshëm. Është jap letimi edhe siguria karshi investitorit që paguhet energjia elektrike dhe po të mundsohet 100 megawatt. Kompania pas ka mund me libo avans, mi thonë bëjmë një avans se s'po të besoj. Kërkush po thot avans. Këtu kemi të bëjmë vetëm me çështjen e diferimit të pagesave. Kemi të bëjmë veç diferime pagesave, a realizohet pagesa ose jo. Në qoftë se shkon në një periudhë tepër të gjatë që nuk realizohen pagesat për mallin e blerë dhe për energjinë pra e blerë, atëherë mundet me u aktivizu garancioni. Kjo ka qenë e vetmja çështje. Paktën nga ajo se çka është interpretuar, është komunikuar dhe kom pa nga shpjegimet të cilat i kemi. Në përndryshe edhe ky rast e thash edhe një ditë më herët, edhe ky rast është t'ju hetu. Jetë për fund, kush caktu data e zgjedhjeve komunale. Partia Guxha. Në sa komuna merr pjesë edhe po më intereson personalisht. Kemi pas guximin me hyn ai komuna ajo. Tash ne kemi pasur një diskutim fillestar edhe me kryeministrin Kurti edhe me vetëvendosjen në përgjithësi mbi metodologjinë të cilat ne do të veprojmë në kuadër të zgjedhjeve lokale dhe besoj që është e rrugës që secili nga subjektet të matë dhe fuqinë e vet reale elektorale në terren. Ideja pra ka qenë që potencialisht të krijohet edhe hapësira dhe konsensusi i përgjithshëm që partitë në fjalë pra të dalin dhe me kandidatët e tyre në komunat. Ndamas, pra
Mirë po, janë 2 komuna në fjalë, të cilat do të mund të kenë kandidatin e përbashkët, si kandidati i Mitrovica, a përbashkët. është Fatuni? Nuk mund në këtë fazë as të konfirmoj, as të refuzoj, sepse është ende në proces të diskutimeve. Kështu që 2 komuna potencialisht të kenë kandidatët e përbashkët Guxha dhe vetëvendosje, kurse komunat të tjera në disa do të kemi dhe kandidatin për kryetar dhe listën për asamble, kurse në disa komuna të tjera pra mund ta kemi vetëm listën për asamble dhe të jetë pra i përbashkët kandidati për kryetar. Pra të garojmë me listat për asamble. Ka me pas edhe komuna ku keni me pas ka me hyrë edhe vetëvendosja edhe jo me listat të ndara, po. Ka me pas edhe komuna ku dhe ne do të kemi kryetarin dhe vetëvendosja do të ketë kryetarin. Mirë po dhe 2 prej tyre të cilat e kanë të përbashkët. Pra është një listë, një kandidat dhe është i përbashkët. Kjo është vlerësuar. Cilat komuna? Ende nuk kemi në një fazë ku po besoj që edhe pak det pra do të bëhen të ditura detajet të personalisht a ke ambicje? Ne në Prishtinë jemi duke punu pra për çështjen e listës dhe kompletimit të listës për asamble, për çështjen e kandidaturës për kryetar ende jemi në fazën e diskutime. Faktikisht do sot kemi edhe një mbledhje të radhës ku jemi pikërisht në çështjen e diskutimeve se cila është strategjia dhe çështja më e mirë. Përbashkët apo? Sot kemi një mbledhje, do të diskutohet më tutje, pa i pas të qarta dhe vetë detajet, nuk po jam pra në një pozicion të konfirmoj diçka, mirë po definitivisht do ta kemi listën e ndarë pra për asamble. Prishtina po duket kogja problematike edhe për vetë subjektin, për vetëvendosjen, për shkak se tashmë kemi 3 emra që po qarkullojnë. Shoh që ka diskutime të brendshme të tyre, ende nuk kemi dikën që është i konfirmuar, ose që në është bërë të ditur, mirë po flitet që ende është në proces të diskutimit të brendshëm. Po ju nuk do të keni kandidat si Guxha në Prishtinë, po? Edhe ne jemi ende në fazë të diskutimeve. Për listën për asamble po, për kandidatin jemi duke trajtuar cilat mund me qenë strategjia më e mirë. Po besoj që për asamble nuk hyn ti pe pozitës Jo, për asamble nuk hy, po do të jetë lista tjetër me kandidatë të tjerë edhe me pjesë tjetër të degës së Prishtinës dhe të tjerë të cilat do të kandidojnë. Jeta Statosi, faleminderit shumë. Ka shumë kënaqësi. Ka gjatë dinamik, ka gjatë interaktiv, po më pëlqej pa mos. Faleminderit edhe ty për pyetjet. Ishte edhe një mundësi e mirë edhe me dhënë një perspektivë dhe një mendim. Kënaqësi. Faleminderit. Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e Shau ka dikush që vjen spital thotë i poshtë Ministrin e premjes Financave nuk e don as partia e vet. Unë na çon den komorana ajo punë e madhe. Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të